Kryeprokurori i prokurisë themelore në Prizren, Petrit Kryeziu, në emisionin Kosova Live te T7, ka dhënë detaje rreth rastit tragjik që ka ndodhur sot në Prizren, ku si pasojë e zjarrit një fëmijë i moshës 1 vjeçar ka hungur jetën. Ai tha se në shtëpi kanë qenë nëna me 4 fëmijët dhe që të gjithë ishin në gjumë. Kryeziu tha se shkaqet e zjarrit nuk dihen akoma, por nuk ka dyshime që bëhet fjalë për zjarrvënie të shëllimshme. Sot më 30 dhjetor, rreth orës 10 të mëngjesit, kemi marrë informat për zjarr ku po digje një shtëpi e banimit në qendër të qytetit, saktësisht afër shtëpisë së kulturës. Për fat të keq, kemi edhe një humbje jete. Ajo që dihet deri më tani është fakti se në shtëpi kanë qenë nëna së bashku me 4 fëmijët e saj, ku 3 prej tyre kanë shpëtuar, përderisa një fëmijë i moshës rreth 1 vjeç ka humbur jetën. Me të marrë informacionin, policia, hetuesit, zjarrfikësit dhe ekspertët e zjarrit dhe prokurori i rastit janë në vendin e ngjarjes. Është shuar zjarri dhe janë duke u bërë hetimet për shkakun e zjarrit. Ende nuk është fikur në tërësi zjarri për t'i kryer ekspertizën, sepse dihet që provat mblidhen në vendin e ngjarjes dhe prokurori i rastit gjendet aty. Janë hetuesit dhe po bëhen të gjitha verifikimet e duhura për të ardhur te vërtetimi i asaj që ka ndodhur. Deri më tani nuk kemi ndonjë dyshim që kemi zjarrvënie të shëllimshme. Mund të ketë arsye të tjera, por ende është herët të konfirmojnë diçka, tha ai. Ai shtoi se fëmijët janë jashtë rrezikut për jetën. Kryeziu shprehu shqetësimin dhe ngushëllimin për familjen dhe humbjen e jetës dhe tha se institucionet do të punojnë në vërtetimin e shkaqeve që çuan në rastin tragjik. Dy persona janë gjetur pa shenja jete sot në një vilë në rrugën Kfor, në qytetin e Pejës. Lajmin e ka konfirmuar për sinjalin zëdhënësi i policisë për rajonin e Pejës Fadil Gashi, i cili tha se rasti është raportuar rreth orës 15:10. Sot rreth orës 15:10, policia është informuar se në një vilë në rrugën e Kforit, dy persona dyshohej se ishin pa shenja jete. Në vend ngjarje është lajmëruar edhe emergjenca. Policia ka dalë menjëherë në vendin e ngjarjes, ndërsa mjeku kujdestar ka konstatuar vdekjen e tyre, ka deklaruar Gashi. Sipas policisë, rasti është duke u hetuar dhe autoritetet janë duke ndërmarrë veprimet e nevojshme për të sqaruar rrethanat e ngjarjes. Më shumë detaje pritet të bëhen publike pas përfundimit të hetimeve fillestare.